speciale nuk është as përse afërmi duke reflektuar atë për cilën është besuar dhe është votuar. Askush nuk e ka mendu që në bankën e të akuzuarve të tjetë ushtria shqiptare e Kosovës, por po krijohet për individet, dhe kështu ka qenë premtimi e kështu ka qenë rrëfimi. Askush nuk ka hezitu që individet shkojnë atje e jo organizata si organizat, madje ka pas të vetë flijuar të cilët kanë thënë jo më shkoj unë, sepse nuk duhet sakrifikoj njërin nëse tjetrin, e ashtë me pak shtetin. Askush nuk e ka besu që parimet, standardet të cilat janë të mishëruara në shtetet ku ndahet drejtësi me shekuj, dhe në veçanti nga tribunalet si motra nëse mund të quajmë për krimet e Jugosllavisë, do të cenohen e do të ndryshohen e do të rënohen nga vetë kjo gjykat, dhe askush nuk e ka besu natyrisht që do të barazohet si viktima, si agresori. Askush nuk e ka mendu një situatë që dikujt nuk do të interesoj se kush ka bërë masakra këtu, por natyrisht që si jurist, si njeri që e du rendin dhe ligjin dhe besoj në drejtsinë dhe për personat e dëmtuar, unë besoj që secili krem duhet zbuluar, e gjykuar dhe secili palë në para gjykatës duhet jetë i barabartë, duhet ketë drejtësi për ta. Fakti që e kemi qu parinë e shtetit, fakti që e kemi qu ushtrin e jo individet, fakti që garancit më minimale tashme janë rënuar dhe besabes edhe vendimarja rezultant që është ndikuar dhe është vështirë për një vëzhgues objektiv që ta sheh prokurin ndarës nga një tribunal, pra ndarës nga një gjykat, kam frikë që do të ketë pasoja. Mirë po pasojat do ta kenë një fund, sepse ashtu kështu 5 vite u bën që dikush është duke u mbajt në emër të drejtësisë dhe në emër të viktimave. Është duke janë bërë edhe fonde për reparacione ose për pagimin e dëmeve të shkaktuara. Janë hapë mundësi abuzive, si për dëshmitarin, si për të dëmtuarin. Fatkeqësia është se ka shumë prej akuzave, dhe jo se cila, shumë prej akuzave tashme do duhet e ishin të pastruar dhe gjykata do duhet ta kishte një qëndrim të qartë, e në veçanti do duhet të ndikante në masën e paraburgimit për personat që mbahen e tim. E kam thënë edhe njerë, po përsëris prapë, fakti që edhe pas përfundimit të dëgjimit të dëshmitarëve, administrimit të secilës provë që kishte dorëzuar prokuria në mbështetje të akt akuzës ose në mbështetje të akuzave kundër ish komandante ose udhëheqësve të luftës, flet për një verdikt i cili ka mundësi që të jetë, për bindjen time ka mundësi që të jetë denuncë do si do. Edhe çka mandej? Ku është? Shiko, ankesat, ja kemi të drejtën ankesës, ndonë se kushtetuta në lejon aksesin gjykat, jo formal, po substancial, thët kushtetuta e thonë vendimet e gjykatës europiane, kam përshtypjen që vendimet për emrat për 4 në veçanti të cilët janë duke u gjyku në Hagë do t'jenë ankesa formale, jo substanciale, sepse ka qenë një melodi nga gijuja deri në nivelin suprem, deri në nivelin kushtetues madje. Është skandali që nuk e ke lexu e nuk e ke pa me sy asnjëherë me ftu njeriu me marrë pyetje dhe me thënë mi sjell të gjitha dokumentet, provat të cilat provojnë se ti je kriminali. Dhe po që se nuk i sjell, ti bën obstruksion të drejtësisë. Pra këtë standard, këtë Bangladesh hetem, nuk e gjen as në vendet me autoritare, as në vendet ku realisht prokurori e gjyqtari e kanë një fuzionim dhe një individ. Me kohë rëzoj gjykata kushtetuese këtë, por natyrisht që u cenun parimet tjera të lirisë, të sigurisë, të drejtës për një gjykim, për një proces në kohë të arsyeshme. Ne na kanë kritiku shumë organizatat ndërkombëtare me të